Vepra dhe dimensionet letrare të Ismail Kadares ishin në qendër të një takimi të zhvilluar në bibliotekën universitare në kuadër të 90-vjetorit të lindjes së tij. I ftuar në këtë aktivitet ishte profesori dhe studiuesi francez Jean-Paul Chance, i cili ndau vlerësimet e tij mbi krijimtarinë e shkrimtarit shqiptar. Gjatë fjalës së tij, Chance vlerësoi guximin e Kadares për kritika ndaj realizmit socialist të kohës, duke ngritur edhe pyetje nëse veprat e tij do të vazhdojnë të qëndrojnë kohës si kryevepra të letërsisë botërore. Eh bien, ce que j'aimerais montrer. Ligjërata e sotme do të përqendrohet në trajtimin e veprës së Kadares, e cila në fakt është mjaft e gjerë, është vepra e një jete të tërë, në momentin kur ai nuk është më dhe pyetja shtrohet a do t'i rezistoj kohës dhe si do të jetë jetëgjatësia e kësaj vepre. Kam konceptuar fjalimin tim, ligjëratën time, duke u përqendruar tek disa çështje tematike, si të thuash cilat janë temat të cilat janë trajtuar, pasi ai ka folur dhe ka trajtuar çështje që janë të lidhura me identitetin, me lirinë të shprehurit, me lirinë të krijuarit, pastaj edhe me disa sidomos kritikën letrare, pasi vepra e Kadares është shumë herë kontestuar, duke e konsideruar ose jo si një shkrimtar i cili ka kritikuar edhe realizmin socialist. Ka patur edhe vepra të cilat atij kanë kushtuar edhe disa, si thosh, dënime të vogla duke u dërguar për të jetuar në qytete të tjera dhe jo në Tiranë. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe rektori i Universitetit të Shkodrës, i cili e cilësoi figurën e Kadares si një krenari kombëtare për shqiptarët. Unë mendoj që pa veprën e Kadares, ne do të ishim shumë të mangut t'i prezantonim botës perëndimore, botën shqiptare, kombin shqiptar, kulturën shqiptare. Ndoshta si askush tjetër ka prezantuar së jashtëmi këtë botë shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe nëse flasim për diplomaci publike dhe marrim parasysh vlerat publike të këtij kombi, Kadareja ka qenë, është dhe do të mbetet një referencë. Aktiviteti mblodhi së bashku student, profesor, studiues, si dhe përfaqësues të ambasadës franceze në Shqipëri, duke e kthyer këtë përvjetor në një moment reflektimi mbi trashëgiminë letrare të Kadares.